Ndërsa Alp Telekom ka dhuruar edhe Brunën Porsche, karrera në një festë të organizuar në pedonale në qendër të Tiranës. Fituesi i Brunës është një qytetar nga Puka. Doktor Erkan Daba ka kënaqësinë të dhurojë Gjergj Marku, një përdorues telefonik i kompanisë Sigl, fal shorteu të vjeshës, u bë fituesi dytë i një makine të shtrenjtë të markës Porsche Carrera, vlera e së cilës i ka përcen 100.000 eurot. Ceremonia e dorëzimit të çerçave të makinës ishte pjesë e një feste të veçantë organizuar në pedonalen Murat Toptani në Tiranë. Gjatë koncertit performuan këngëtarët më të njohur shqiptar si Flori Mumajezi, Fjolla Morina, Nora Istrefi, Alban Skënderaj dhe Emirian Cani. Publiku kryeqytetas pati mundësinë të argëtojë nga mëngjesi deri në mbrëmje në ritmin e vazhdueshëm të muzikës, ndërsa të apasionuarit pas teknologjisë u zbavitën me lorat elektronike. Porsche i parë Bjondja u dhurua në fillim të verës gjatë një tjetër super eventi në sheshin Nën Tereza në kryeqytet, ndërsa këtë herë Bruni i takon Gjergj Markut. Eagle është një ndër 4 kompanitë të telefonisë së lëvizshme në Shqipëri dhe ka rreth 1.5 milion abonent.